Kuzhinat në kopshtet e qerdhët e Lezhës lënë për të dëshiruar. Gjendja është përmirësuar, por vije të re që në institucionet që janë në varësi të pushtetit lokal duhen ndërhyrje të menjëhershme. Kopshti i fëmijëve në lagjën Skënderbeg të qytetit të Lezhës prezanton një situatë problematike për të cilën duhet reagimi menjëhershëm. Alarmin për këtë situatë ka dhënë drejtori i Autoritetit Kombëtar të Ushqimit në Lezhë, Lek Prendi. Sipas tij, kushtet higjieno-sanitare janë të garantuar vetëm në institucionet private, ndërsa ka shtuar se vijojnë monitorimet e këtij institucioni dhe se po veprohet edhe në bashkëpunim me bashkinë e këtij qyteti për të zgjidhur problematikën. Të gjitha kopshtet, kuzhinat e kopshteve të qerdhave të shkollave private dhe shtetërore në qarkun e Lezhës janë inspektuar deri me datën 30 shtator. Kemi problemin e kopshtit tek lagja e Skënderbeg, ajo kuzhinë lënë për të dëshiruar. Është pushteti lokal ai që do lëroj fondet për përmirësimin e asaj. Jemi në tratativa me pushtetin lokal pra me Bashkinë e Lezhës, me inspektoratin që të shtyjmë që të japim sforcë për rregullimin. Megjithse këto probleme janë të njohura në Lezhë, në mungesë të zgjidhjeve alternative, prindërit e këtyre fëmijëve janë të detyruar të pajtohen me këto kushte, që sigurisht nuk janë garanci për shëndetin e fëmijëve të tyre.